Këtë të mërkur nisi zbatimi i amnistisë penale për 541 të dënuar, të cilët përfitojnë lirim të menjëhershëm, ndërsa qindra të tjerë marrin ulje të dënimit ose forma të tjera lehtësimi. Në Burgun e Reçit, 101 të dënuar lanë qelit pas përfundimit të procedurave ligjore. Lex Shkafja përfitoi vetëm 11 ditë përpara se të përfundonte dënimi i marrë për dhunë në familje, ndërsa Igli Muhameti tha se qëndrimi në burg ishte përvojë e vështirë. Vetëm 11 ditë keni përfituar. Morën e mësim nga burgu. Kam pas mësim, se kam jetuar 16 në Gjermani, kam pas mësim, kam jetuar 7 ligjor, po ky sa 7 ligjor. Po unë 7 muaj vjetë, 7 muaj kam përfituar. Pse thënë se ka bë mirë? Më ka bë mirë se në fund vetëm Shqipëri nuk jetë. Në Korçë, 60 të burgosur u liruan nga burgu i Drenovës. Një të re ajo dihet. Pa gabime. Familjar të shumt pritën të afërmit e tyre mes përqafimesh dhe lotësh. Igli Cëngëtari, një i ri nga Devolli, tregon se ka vuajtur mbi 4 vite burg. Unë kam bërë 20 muaj se gjysmën e burgut e kam bërë jashtë. Kam marrë dhe 2 amnisti dhe jam me këtë amnistin jam direkt, si çdolë. Po hajtë me gëzuar se dhe një vit kishim, s'kishim e shumë. Shqyr, mirë farë. Ta një deshim ca burë, se dhem të duhet të bëjnë ca burë. Për shumë të dënuar tani nis një periudhë e re në jetën e tyre, madje disa të tjerë pretendojnë se vuajtën padrejtësisht. Shumë e vështirë ishte. Si një është tani që po del? Një jetë e re. Çfarë ke menduar, si do ta nisësh jetën? Si të tërë të shime punë me mundme. Dhe vojta 2 vjet e 7 muaj. Dhe nuk jam kapur me asnjë lloj gjaje. Jam dënuar pa drejtësisht nga ana e prokurorisë të Korçës dhe gjykatës dhe këtë e kam nga oficeri i policisë gjyqësore Mariglem Besha. E kam me tendencë. Ja ai ustaj dhe më ka marrë dhe familjen e qafë. Ai dhe kam 2 vite kusur këtu që s'po takoj dot familjarët e mi. Do ta kërkoni përsëri? Do ta kërkoj dhe kjo është vetëm fillimi. Sa kam dalë do t'i nis gjithçka nga para. Nga burgu i Fierit u liruan 104 të dënuar dhe 210 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Se mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot, njerëzit pa përkraje që jetojnë dot pa shkelur ligjin. Nga amnistia në burgun e Peqinit përfituan vetëm 4 të dënuar, ndërsa në burgun e Kosovës 127 persona. Gjithashtu 6 të dënuar u liruan nga burgu i Durrësit dhe 9 nga i Vlorës.